Kisha Ortodokse e qytetit të Vlorës ka organizuar pritje për përfaqësuesit më të lartë të pushtetit lokal dhe atij qendror, por edhe për komunitetet fetare, me rastin e festës së Pashkës, një ditë e shenjtë kjo për besimtarët ortodoks dhe jo vetëm. Atë Konstantin Prifti ka dhënë mesazhin e tij të urimit, duke treguar më tepër edhe rreth simbolikës së kësaj dite. Atë Konstantini ka uruar gjithë besimtarët për Pashkët, duke uruar që këto Pashkë të sjellin më të mira tek çdo person dhe tek çdo familje. Për Pashkë jemi thirrur të përqafojmë njëri tjetrin dhe për shkak të ngjalljes dhe jetëdhënëse të Krishtit, të falim njëri tjetrin në çdo gjë që të mund të thërresim me zemër të pastër Krishti u ngjall. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Juroj të gjithë besimtarëve ortodoks, katolik dhe gjithë ata që kremtojnë Pashkët, gëzuar për shumë vjet Zoti i bekoft dhe drita e Krishtit i ndrit të gjithëve. Amin. Gëzuar. Prezent në pritjen e organizuar nga Kisha Ortodokse e Vlorës kanë qenë edhe përfaqësuesit e besimeve fetare, myslimane dhe bektashi, por nuk kanë munguar as ata katolik, megjithse edhe Pashkët katolike festohen në po të njëjtën ditë. Ata kanë dhënë mesazhet e tyre të urimit, duke dhënë mesazhin për sa më shumë bashkim dhe vëllazëri. Krishti ringjallur, aleluja. Pashka është një fest i Jezusit që ka ringjallur sot për ne. Kjo fest na kujton që jeta nuk është lehtë, por kur Jezusi është me ne besojmë shumë, sepse drita është më fortë se errësira. Edhe Zoti na fton të mbushur me jetën tonë, me shpresë, me paqe edhe gëzim. Ju uroj një Pashkë të gëzueshëm e bekuar. Gëzuar Pashkët. Sot është ditë e gëzuar për vëllezërit tanë të krishterë, si ata ortodoks dhe katolik. Është dita e Pashkëve. Në fakt e kanë pas mbrëm shërbesën, por sot bëjnë atë dreken e dashurisë që quajnë këta, për arsye se presin familjarët, presin njerëzit në mënyrë që të gëzojnë gjithë së bashku. Unë ju uroj gëzuar familjarisht, paqen gëzime gjithmonë, këta dhe ne mbar shqiptarët kudo që ndodhemi. Edhe një herë gëzuar. Falenderojmë si gëzuar Pashkë. Pashkë të gëzuara dhe sa më tepër suksese, harmoni dhe gëzime në familje dhe kudo tjetër kanë uruar në këtë mënyrë edhe përfaqësuesit më të lartë të pushtetit lokal, por edhe atij qendror. Uroj gjithë besimtarët ortodoks dhe katolik se kjo është një fest e veçantë, është festa e paqes në radhë parë, është festa e faljes, është edhe festa e shpresës. Dhe mbi këtë bazë i uroj të gjithë shqiptarët në veçanti që së bashku kemi shpresën dhe të ardhmen së bashku të gjithë në shtetin tonë, në kombin tonë, dhe që përpara me shpresën e Zotit dhe me punën tonë përditshme mund të sillim veçe të mira për ta bërë këtë vend sa më të bekat, sa më të paqët dhe sa më të zhvilluar. Po e filloj duke i uruar gjithë besimtarëve të krishterë dhe katolik gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall, ashtu sikurse edhe mesazhi që jepet është siç ne ringjallim besimin të njëri tjetri, shpresën të njëri tjetri, ringjallim ndërgjegjësimin e çdo qytetari që ne jemi gjithë barabartë para Zotit, edhe me këtë mesazh dua të përcjell një mesazh harmonie, paqeje dhe shëndeti për gjithë ne, për gjitha familjet, kudo ndodhen, të krishterë dhe katolike. Gëzuar Pashkët edhe një herë. Le të bashkojmë duart dhe të falenderojmë Perëndin për çdo të mirë dhe bekim që ka sjellë në jetën tonë. Qofshin këto Pashkë plot begati dhe lumturi në çdo familje të krishterë. Gëzuar gjithë krishterëve mbar botën. Krishti u ngjall, gëzuarat. Gëzuar. Krishti u ngjall, gëzuar Pashkët për të gjithë besimtarët e krishterë. Sot është një ditë e veçantë për komunitetin jo vetëm ortodoks dhe katolik dhe për gjithë shqiptarët. Ringjallja e Krishtit le të shërbejë si një augur i mirë dhe i mbar për të gjithë familjet shqiptare. Mbretëroft paqja, harmonia, lumturia, shëndeti mbi të gjitha në çdo familje vlonjate dhe Zoti i bekoft Vlorën dhe Shqipërinë. Gëzuar, nga mot më mirë. Gëzuar.
Në këtë ditë të begat dua të uroj të gjithë besimtarët ortodoks të kenë paqe, lumturi, besim dhe shëndet në familjet e tyre. Ditë e veçantë sot kanë koinciduar në një ditë si Pashkët ortodokse dhe ato katolike. Edhe është një simbol shumë i bukur i harmonisë fetare, bashkëtesës fetare që kemi ne si popull, por veç asaj harmonisë fetare dhe bashkëtesës fetare është një harmoni dhe bashkëtesë mes ne shqiptarëve me njëri tjetrin, që si mysulman edhe ortodoks edhe katolik, të gjithë ne festojmë festat e njëri tjetrit. Kështu që doja të uroja në këtë ditë kaq të veçantë dhe kaq të shëndet begati, dashuri, respekt, sidomos për njerëzit që kanë më shumë nevojë për këtë gjë. Do jepja një mesazh politik larg egoizmave dhe lakmisë, që të cilat i largojnë njerëzit nga njëri tjetri, duke i larguar ato, të duke afruar më shumë me njëri tjetrin. Gëzuar Pashkët, gëzuar për të gjithë shqiptarët ortodoks dhe të gjithë shqiptarët në përgjithësi. Gjithashtu, këtë të diel është organizuar edhe pritje nga Kisha Katolike e Vlorës me rastin e Pashkëve, të cilat këtë vit janë në po të njëjtën ditë si Pashkët ortodokse, por edhe ato katolike. Edhe në pritjen e organizuar nga Kisha Katolike e Vlorës, kanë marrë pjesë përfaqësuesit më të lartë të pushtetit, vendor dhe ati lokal, por edhe ata të komuniteteve fetare.